Elena Lamnica në harqe, Ermes Balili në piano, Alen Kuriçi në saksofon dhe Viola Bakiasi në kanto janë triumfuesit e edicionit të parë të konkursit Durrës Music Festival. Gjatë 5 netëve të zhvillimit të këtij eventi artistik, performuan në skenën e improvizuar në Konkatedralen Shën Lucia 150 artistë të rinj dhe juristë profesioniste të përbërë nga emra të njohur të muzikës dhe artit. Ju desh një punë goxha e madhe për të përzgjedhur për natën finale, vetëm 11 finalistë. Konkursi nuk ishte thjesht një garë, por u kthye në një festë të muzikës, talentit dhe shpirtit artistik, ku secili performues dhuroi emocione të forta me interpretimet mjaft të ndjera. Durrës Music Festival bëhet për herë të parë në Qendrën Kulturore Aleksandër Mojsiu, në edicionin e tij të parë. Është një nisëm shumë e rëndësishme ku konkurrojnë të gjithë disiplinat e artit të muzikës me mbi 150 konkurrentë. Për ne nuk është e vështirë, sepse Qendra Kulturore Aleksandër Mojsiu ka një staf profesionist, kështu që nëpërmjet një jurie shumë profesioniste, ne sot do të finalizojmë 4 fituesit e parë. Numri i pjesëmarrësve i kaloi pritshmërinë tona, duke qenë që është vetëm edicioni i parë, por gjithashtu edhe niveli. Patëm përshtypjen që nata finale do të ishte më e vogël në numër, por sot kemi 11 finalistë, 4 kategorive të ndryshme, të cilët do të marrin 4 çmime të mëdha. Dhe të katërtve do t'u jepet mundësia t'i bashkohen në njërin prej koncerteve vjetore të Orkestrës së Arqeve për një koncert të luajnë si solist. Performanca në përgjithësi ka qenë shumë e kënaqshme, por finalistëve sotme unë realisht në sinqeritetin më të madh mendoj që juria ka një punë shumë të vështirë. Domethënë po rritet një brez jashtëzakonisht i talentuar dhe i përgatitur dhe ne jemi shumë të lumtur për këtë. I mungon të Durrësit një konkurs i tillë dhe besoj që jo vetëm pjesëmarrja që ishte e kënaqshme, por edhe niveli ishte i kënaqshëm. Ju do ta shikoni sot për shembull, që është nata finale, do shihni finalistë të hatashëm që vinë nga gjithë anët e Shqipërisë. Për fituesit e këtij edicioni të parë, triumfi në këtë konkurs është një mundësi më shumë për të shpalosur talentin e tyre në një nga koncertet e ardhshme të Orkestrës së Harqeve të Durrësit në rolin e solistit. Për organizatorët, suksesi i këtij edicioni të parë është një augur i mirë për ta kthyer këtë event artistik në një traditë të bukur në qytetin mbretëtar.